Avni Rustemi. Avni Rustemi ishte një figurë e zëshme e viteve 20. I lindur në Libov, ai u formua si mësues, orator dhe patriot, me idetë theksuara demokratike. U bë i njohur në shkallë kombëtare pas atentatit të 1920-s në Paris, ku vrau Esat Pashtoptanin, vrasja më e famshme politike e kombit ton. Avniu e justifikoi veprimin si akt patriotik ndaj njeriu që e konsideronte tradhtar të Shqipërisë. Gjykata franceze e shpalli të pafajshëm, pas kësaj u kthye në vendlindje si hero për një pjesë të madhe të opinionit publik. Avni Rustemi themeloi organizatën politike Bashkimi, u bë deputet në Kuvend, ishte një nga mbështetësit më të zëshëm të revolucionit qershorit 1924, ishte aleat politik i Fanolit dhe kundërshtari i hapur i Ahmet Zogut. Fjalimet e tij ishin të zjarrta, të drejtë për drejta dhe antifeudale. Megjithatë, figura e Avni Rustemit ka ngritur dyshime. Disa historianë sugjerojnë se ai nuk ishte thjesht një idealist. Ekzistojnë teori se vrasja e Esat Pashës nuk ishte vetëm një akt patriotik, por pjesë e një loje më të madhe politike. Disa e shohin si të përdorur nga rrymat liberale ose si vegël e interesave të huaja. Madje ka pretendime se ishte nxitur apo i financuar nga qarqet i jashtme që donin dobësonin ndikimin e Esatit dhe forcave properëndimore. Edhe motivet e vrasjes së tij ngelen debatueshme. Disa e atribuojnë krerëve të krahut të Zogist, të tjerë konflikteve të brendshme mes republikanëve. Avni Rustemi mbetet simboli i luftës kundër padrejtësisë për shumë shqiptar. Por, për një pjesë tjetër, ai është produkti një kohe kur idealizmi dhe manipulimi politik shkonin krah për krah. Një figurë e pasionit dhe revoltës, por edhe paqartësive dhe dyshimeve që koha nuk i ka shuar plotësisht.